për të gjithë pacientët të cilët kanë një problem të diagnostikuar me gjendërën tiroide dhe për shkak të këtij problemi, që mund të kenë për një X apo Y sëmundje të tiroides, kanë një hipertiroidizëm, pra do të thotë kanë një prodhim më të lartë se normalja të hormoneve të tiroides, të mos shqetësohen nga zemra, sepse shqetësimet e tyre nuk vinë në mënyrë primare nga zemra. Tiroidja me zemrën ka një lidhje shumë të ngushtë. Pacientët të cilët kanë hipertiroidizëm, pra kanë prodhim të lartë të hormoneve të tiroides, ankojnë shumë shpesh për takikardi, ankojnë për palpitacione, ankojnë për çrregullime të ritmit të zemrës, dhe në 99% të rasteve, me rregullimin hormonal të tiroides, shërohet çdo gjë dhe nga zemra. Një kontroll pak më të detajuar i tiroides është e parapunës me hormone. TSH-i është hormoni bazal, nuk është veti tiroides, po është ai që e stimulon tiroiden, që nga truri stimulohet tiroidja, dhe hormonet e vetë tiroides janë T3 dhe T4, që në laborator maten në formën e tyre të lirë, FT3, FT4. Hormoni i cili ka aktivitetin është në fakt FT3, dhe do të thotë një pacient që ka FT3 të lartë dhe TSH të ulur, ka një hipertiroidizëm, dhe hipertiroidizmi duhet të mjekohet.